Sot shënohet dita botërore e tokës, një ditë që na rikujton se sa duhet të jemi të kujdesshëm për ambientin dhe mbrojtjen e tokës e mjedisit ku jetojmë. Për më shumë rreth aktiviteteve dhe politikave në vend, në lidhje direkte do kemi edhe përfaqësuesen nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Besat Ateshi, e cila do zhvillojë një bisedë me kolegën ton Abibe Çaili. Shpresoj që tani ta kemi gati direkt për të na Po, e kemi. Abibe, përshëndetje dhe mirëmëngjese. Po, mirëmëngjes Aida, pra si që cekët edhe ju, sot është dita botërore e tokës, ne jemi këtu në Ministrinë e Mjedisit për të folur për sfidat reale dhe masat konkrete për një mjedis më të pasur. Për të na folur më shumë, këtu pranë meje është Besat Ateshi nga kjo ministri. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje dhe mirëmëngjes të gjithë shikuesve të radio televizionit në gjuhën shqipe. Si është gjendja e mjedisit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, a kemi përmirësime apo përkeqësime viteve të fundit? Unë së pari do kisha dashur t'ju përgëzoj që në fakt ditëve të tilla, siç janë sot, u jepni zë dhe me këtë në fakt mirëni pjesë në rritjen e vetëdijsimit të popullatës për kujdesin mbi mjedisin. Se qa do me thënë kujdesi mbi mjedisin, pra kujdesi për mjedisin është kujdesi për veten edhe kujdesi për shëndetin. Po si është gjendja normale? Gjendja normal mund të themi që nuk është në nivelin e duhur, na pret edhe shumë punë për të bërë, po nga vitet për shembull prekur ministria ekziston, mund të themi që ka përmirësim edhe atë përmirësim të dukshëm. Konkretisht mund të flas për ndotjen e ajrit. Këtu pra nga vitet që kemi filluar të bëjmë matjen nga stacionet të cilat janë të shpërndara në gjithë shtetin, matjet pra tregojnë që kemi përmirësim të dukshëm në cilësinë e ajrit. Mirë, po përsëri na pret shumë punë të gjithë së bashku, jo vetëm institucionet, po pra gjithë së bashku për të arrirë aty ku ne synojmë, pra ti mbrim ose ti implementojmë standardet evropiane. Po cilat janë 3 problemet më urgjente mjedisore me të cilët përballet vendi ynë sot? Këtu do kisha dashur të veçoj, do me thënë, siç thash, niveli duhet rritur, mirë po mbi të gjitha pikat ose problemet kyçe janë ndotja e ajrit edhe menaxhimi me mbeturimet. Po sa po mbrohen zonat natyrore dhe biodiversiteti nga projektet ndërtimore apo industriale? Tani, Ministria e Mjedisit sa i përket zonave të mbrojtura ka për detyrë pra të identifikojë dhe të bëj valorizimin e lokacioneve të cilat në të cilat jetojnë specie të cilat duhet mbrojtur ose duhet lënë të shumohen. Pra bëhet identifikimi, sillen ligjet për mbrojtjen e këtyre zonave dhe normal duke e implementuar ligjin në fakt ne mbrojmë edhe zonat e mbrojtura dhe normal japim si të them edhe biodiversitetin bashkë me këtë. Po çfarë masash konkrete po ndërmerr Ministria për menaxhimin e mbeturinave dhe eliminimin e deponive ilegale? Po, siç edhe përmenda, menaxhimi me mbeturinat në përgjithësinë e shtetit është domethënë në një gjendje për të dëshiruar. Këtu na pret shumë punë e madhe dhe mund të them që së bashku ose duke i shfrytzuar fondet IPA të Bashkimit Evropian, ne së shpejti pra do të vendosim sistemin e integruar për menaxhim me mbeturina dhe kjo nënkupton që në gjithë shtetin, pra në çdo region do të ketë nga një deponi, do të ketë pika ku do të mblidhen mbeturinat, po ashtu në ato pika përveç mbledhjes do bëhet edhe selektimi edhe reciklimi. Pra ky sistem duhet pra të japim të gjithë forcat e mundshme që ta vëmë në implementim sa më shpejt. Dhe me këtë në fakt do zgjedhim problemet madhore si që janë këto deponit ilegale dhe kur sistemi pra do të jetë duke u implementuar,
nuk do të kemi nevojë për deponi ilegale. Pra të gjithë mbeturinat do të shkojnë në deponi të cilat do ndërtohen me standarde. Po çfarë masa po ndërmerret për ndotjen e ajrit? Tani për ndotjen e ajrit, siç thash, mund të them që këtu kemi pak përmirësim, po edhe pse kemi përmirësim punë ka shumë për të arritur aty ku na çojnë pra gjithë rregulativat edhe standardet evropiane. Siç e kemi edhe të ditur, problemi me ajrin është zakonisht në gjatë sezonës të dimrit, nga që kemi, disa burime që ndosin ajrin, siç janë këto nxemja individuale, transporti, edhe pastaj fabrikat. Pra, në nivel shtetëror ose në nivel të qeverisë është hartuar një plan me aktivitete më afatgjate, të cilat përfshin sjelljen e gazit, që do të zgjedhin problemin e nxemjes individuale, ndërsa në nivel të ministrisë ne kemi hartuar një plan aksional me aktivitete ose masa ad hoc, të cilat nuk zgjedhin burimin, po lehtësojnë ndotjen momentale apo. Gjithashtu sa i përket industrisë, ministria solli ligjin e ri mbi ndotjet industriale, ligj i cili implementon standardet më të reja të Bashkimit Evropian dhe kjo do me thënë standarde më strikte. Po kur planifikohet të zbatohet ky ligj që i thënë? Ligji veç ka hyrë në fuqi vitin e kaluar në shtator, po me implementim do me thënë kishte 2 vjet afat për do me thënë të përgatitemi për implementim dhe në shtator të vitit të ardhshëm ne do të fillojmë të implementojmë ligjin e ri në shtator të vitit të ardhshëm. Po sa zbatohet realisht ligji për mbrojtjen e mjedisit dhe a ka kontrolle të mjaftueshme ndaj ndotësve të mëdhenj? Tani, të gjitha ligjet që janë nën ingerenca të ministrisë, normal ne bëjmë përpjekjet maksimale që të zbatohen në mënyrë maksimale dhe për këtë kemi organin përkatës ose inspektoratin shtetëror, të cilat janë gjithmonë në teren, në gjithë shtetin dhe bëjnë inspektime me qëllim që të shohin zbatimin e gjithë ligjeve të cilat dalin ose i përkasin Ministrisë të Mjedisit. Po çfarë roli kanë të rinjët dhe si mund të përfshihen edhe më shumë në ruajtjen e mjediseve përtej fushatave simbolike? Tani sa i përket rinisë ose më të rive apo, mendoj që roli atyre është roli kyç në mbrojtjen e mjedisit, ose roli kyç në ngritjen e vetëdijsimit, që çfarë do me thënë mbrojtja e mjedisit. Se këtë planet në fakt ato e trashëgojnë. Dhe sa më shumë që ata ngrejnë zërin kundër fenomeneve negative, aq më shpejt pra do t'i zgjedhim problemet, të them në këtë mënyrë, dhe do të kemi një mjedis të pastër. Çfarë në fakt implikon mjedisi pastër, implikon edhe shëndet, si personal ashtu edhe i të gjithë njerëzve që na rrethojnë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve dhe përshëndetje të gjithë shikuesve të radio televizionit në Gjuhën Shqipe. Faleminderit. Mbrojtja e mjedisit mbetet një sfidë që kërkon angazhim të vazhdueshme përtej datave simbolike. Aida? Po, Abibe, falemderoj shumë, falemderoj gjithashtu edhe zonjën Besat Ateshi, e cila na u përgjigj në të gjitha pyetja që ishin të nevojshme t'i dëgjojmë realisht këto përgjigje në këtë ditë botërore dhe jo vetëm sot, por 365 ditë të vitit duhet të jemi të kujdesshëm ndaj ambientit, ndaj tokës dhe ndaj çdo gjëje që na rrethon për të qenë sa më një ambient sa më i pastër.